Dhe trajnimi për te limiteve njerëzore është trajnim aktiv, nuk është trajnim që unë flas shpjegoj, aktiv. Ti do tundesh, do lëviz nga vendi, ti ke nevojë të lëvizësh, ti nuk ke nevojë të marrësh më shumë informacione, ti ke nevojë të vesh në punë ato pak informacione që ke. Teknikat që unë do të jap ti do i vësh të gjitha në punë për 4 javë, nuk ka kuptim ti marrësh, ti mbash aty në xhep të vazhdosh jetën, jo. Ti do aktivizohesh në maksimum, që ti jetosh në fund jetën që ti do. Dhe kjo vlen për çdo trajnim, edhe trajnimi i ankthit. Nuk jam mund të bëj si gjithë psikologët dulu aty dhe të flasun, po. Po, ke të drejtë. Ndihesh keq, s'ka gjë se kalon, jo më nuk kalon. As ankthi, as traumat, as vetbesimi i ulët, as paniku, as gjë nuk kalon, po nuk lëvizet ti nga vendi. Asnjë gjë nuk kalon dhe këtë ja vërtetova vetes time. Ne do shkëlqejmë jetë, do jetojmë jetën siç duhet. Duhet të lëvizim nga vendi, duhet të lëvizim ne nga vendi tani, që të jetosh të jetën siç do. Në çdo trajnim që unë bëj, unë nuk flas kot, përderisa unë veten time kam kap në shkelma që kam arrit këtu ku jam. Kjo është formula e vetme. Nuk rregullohet jeta duke mbyll syt edhe meditove 5 minuta, po kur i hap syt je në të njëjtin shit ku ke qenë para meditimit. Duhet të lëvizim trupin, duhet të guxojmë. Dhe jam unë këtu për ty për ta bërë këtë gjë. Nëse ti do